Ne sa debatëm për herë të parë inspektorin e përgjithshëm, i cili raportoi me gjendjen që e ka gjetur AKI-n, kryesisht pjesën e inspektoriatit dhe punën që duke i bënë brenda këtij muaji që ka bërë deri më tash. Cila është gjendja që ka gjetur AKI-n me që raporti përputhim? Po gjendja nuk ka qenë e mirë, nuk ka qenë edhe ashtu siç e kanë bënë edhe disa media, por inspektori veç ka filluar punën tash me rishqimin e rregullorëve dhe gjitha punët të cilat i takon brenda ligjit. Inspektori ka me bë auditimin e personelit prej ditës parë ku ka filluar punën agjencioni e deri në fund brenda 6 muajve të parë ai do të na bjerë një raport lidhur me punësimin e gjithë punëtorëve në AKI. Departamenti i verifikimit i takon drejtorit, ai të mirë me këtë çështje. Po sfidat të cilat ballafaqohet inspektori i përgjithshëm është me auditimin e personelit. Varet prej drejtorit se sa do t'i afron raportet lidhur ose personelin kodit të AKI-s, por njëkohësisht është detyrë e tij që të holumton punësimin e gjitha. Kjo është një ndër sfidat e para i cili do të ballafaqohet inspektori i përgjithshëm në AKI-s. Po ne si komision kemi kërkuar këto, ka kërkuar komisioni dhe ja kemi bërë shkresën që ai duhet ta bënë një auditim që të heqëm gjitha dilemat deri më tash kanë thonë që drejtori më parshëm ka bën punësimin e policisë ose shokut ose miqësisë, kështu që ta kemi një raport më detajal dhe të fillon punën e mbarë si inspektor. Jo, nuk kemi biseduar me inspektorin, kjo çështje i takon drejtorit dhe ku dia drejtori do ta bisedojmë. Vetëm ajo që është zyrtare që keni ndëgjuar, ende nuk kemi një vendim ose një raport nga kryeministri, kam pasur pyetje parlamentare për kryeministrin se të sqaron edhe deputet, po edhe qytetarët e Kosovës pse është larguar. Kjo është çështje ajo që është zyrtare është që ka bën është dorëheqje vet.